Partia shqiptare në pushtet BDI dje nuk mori pjesë në asnjë prej ceremonive për shënimin e festës së Ilindenit, por as nuk pati telegram urimi. Nën kryetarja e BDI-s Teuta Arifi i u shmang pyetjes së televizionit 21 se përse nuk ishin pjesë e festimeve për Ilindenin. Nëse ka mundësi të mbahemi të vëshimit. Jemi tre gushti, jo 2 gushti. Lidhur me këtë, përgjigje nuk dhanë edhe funksionar të tjerë shtetëror nga radhët e kësaj partie, por nga PDSH si partie e dytë parlamentare shqiptare abstenoi dhe nuk ju bashkangjit ceremonive për shënimin e kësaj feste. Politikologu Gjenis Sulejmani thot se partitë shqiptare me këtë gest dërgojnë mesazh se ata janë të interesuar vetëm për pagat e tyre që i marrin dhe nuk punojnë në socializimin dhe institucionalizimin e popullit. Është tragjike fakti që partitë shqiptare e kanë bojkotuar këtë fest shtetërore, edhe atë duke treguar muskuj patriotik, duke thënë ose duke heshtur këtë fest në kuptimin se kjo fest i takon vetëm maqedonasve, edhe pse është fest shtetërore, ndërsa e dim se në Maqedoni përveç se maqedonasve jetojnë edhe komunitete tjera, po duke përfshirë edhe një fakt mjaft interesant dhe kyç që është se pikërisht në kryengritjen e Ilindenit ka pasur shumë protagonistë shqiptar, që do të thotë që edhe ne jemi pjesë e asaj qeverie të Ilindenit. PPD, si një nga partitë e para shqiptare nga pluralizmi, është e vetmja parti që uroi qytetarit për këtë festë, ndërsa Lëvizja Popullore për Maqedoninë, një ditë pas festës, akuzoi 2 partitë më të mëdha, VMRO dhe LSDM, se gëzimin e festës së Ilindenit e kanë shndruar në turp për Maqedoninë.